Në sistemi shëndetësor gjatë 2 viteve të fundit janë investuar 9 miliard denar më shumë, ndërsa pagat në sektorin publik shëndetësor janë rritur me rreth 16% mbi normën e inflacionit. Ish-drejtori i Fondit të Sigurimit Shëndetësor Sasho Klekovski, që prej sot është ministër i shëndetësisë, bëri të ditur se buxheti i fondit ka arritur në 55.9 miliard denar, prej të cilave 4.82 miliard denar janë ndarë për barna inovative për trajtimin e sëmundjeve onkologjike dhe të rralla. Позитивната листа после децениската заспаност ја зголемивме на 3 пати. Успеавме да добиеме пониски цени преку генеричка конкуренција и покажавме дека со мали измени, со префрлање на лековите од болничка употреба во аптека, можеме да им го лесниме животот на пациентите, зборам за онколошките пациенти, меѓутоа и на клиниката за онкологија. Si ministër i shëndetësisë, Klekovski tha se prioritet do të ketë qendrën e re klinike në Shkupsi dhe spitalet rajonale. Можам да ги повторам фокусот на владата, регионализација, Штиптето во Кичево и клинички центар да се остануваат меѓу приоритетите на се во приоритетите на владата и секако ќе станат мои приоритети. Sa I përket projektit të fingerprintit për evidencën e punonjësve shëndetësor, Klekovski tha se do të bisedoj me drejtorët për metodologjinë, duke shtuar se evidencat e kohës së punës janë detyrim ligjor.